Shumë prej nesh kanë heshtur, kështu që ishte momenti të mos heshni më. Një nga arsye pse jemi mbledhur është sepse jemi ndjet pafuqishëm përballë gjithë kësaj vendimarrje dhe kemi parë shumë alarmuese mënyrën se si po merren gjithë këto vendime. Përveç se mungon transparenca, ka edhe një përjashtim të gjithë profesionistëve nga gjithë kjo vendimarrje. Ka një përjashtim gjithashtu edhe për studit e vogla, për arkitektët e rinj, ato që duan që bëjnë një karrierë në vendin tonë. Nuk jam surprizuar që në Albanian Files qeveria i paraqet edhe si me krenari, sepse kuptojmë që tashmë ata janë në delir. Kemi arkitektët e huaj që është dhënë kjo mundësi dhe që i thurin lavë dhe mbretit, kështu që nuk jam surprizuar që qeveria në vend që të ketë një excuse për çfarë është bërë në Albanian Files, e paraqet atë me krenari. Ju bashkova grupit të firmtarëve të deklaratës me qëllimin për të kundërshtuar zhvillimet anomalike që ka patur vendi në këto 13 vite. Sigurisht presim që kjo deklaratë të bashkojë sa më shumë firmtar. Vendimarrja e cila është centralizuar dhe ka shkuar drejt Këshillit Kombëtar të Territorit dhe është hequr autoriteteve vendore dhe nga ana tjetër dhe sigurisht përjashtimi i ekspertizës vendase dhe futja e arkitektëve të huaj pa konkurs në mënyrë të drejtë për drejtë dhe duke i lënë atyre dhe duke ndërtuar ura privilegji shpeshherë, duke kapërcyer dhe duke anashkaluar të gjitha proceset ku arkitektët vendas përballen çdo ditë. Pra, nëse ligji për planifikimin dhe proceset dhe vendimarrja dhe gjithë ajo që është procedura për marrjen e një leje për një objekt apo për një shtesë të një qytetari shqiptar, një arkitekt shqiptar do duhet të eci në gjithë procedurën e gjatë, u vure që, sidomos pas daljes së Albanian Files, që këto arkitektë të huaj i anashkalojnë të gjitha këto procedura dhe të privilegjuar, të i kalojnë të gjitha kompetencat që ka ligji, legjislacioni dhe kuadri jon ku neve operojmë dhe punojmë.